hëna hyn në virgjëresh më 23 maj 2026, fundi i kaosit. Qartësi, organizim dhe veprim i fortë. Mirë se vini të gjithë në kanalin tim. Sot po flasim për një ditë shumë të rëndësishme astrologjike, 23 maj 2026, kur hëna hyn në shenjën e virgjëreshës. Pas një periudhe të gjatë konfuzioni mendor dhe emocional, energjia e virgjëreshës po vjen si një erë e freskët që sjell qartësi mendore, strukturë dhe dëshirë për veprim konkret. Nëse gjatë ditëve të fundit jeni ndjerë të shpërndar, të paftë për t'u përqendruar, sikur mendja juaj po vraponte pa pushim, ose sikur keni qenë në një mjegull emocionale, kjo video është pikërisht për ju. Le të zbërthejmë së bashku çfarë po ndodh në qiell dhe si mund ta shfrytëzoni këtë energji në mënyrën më të mirë të mundshme. 1. Pse po ndiheni kaq të shpërndar këto ditë? Gjatë javës së fundit, disa rreshtime planetare të fuqishme kanë krijuar një gjendje të brendshme të tensionuar. Së pari, Urani në binjak ka shkaktuar një mbingarkesë të madhe mendore. Mendimet vijnë shumë shpejt, njëra pas tjetrës, pa mundësi për t'i organizuar. Është si të kesh 100 skeda të hapura në tru njëkohësisht. Kjo pozicionim sjell nervozizëm, vështirësi në përqendrim, ndjenjë sikur nuk po arrini të kapni asnjë ide deri në fund. Së dyti, Venusi në katror me Neptunin ka krijuar një mjegull emocionale të thellë. Kufit midis jush dhe të tjerëve janë bërë të paqartë. Mund të keni ndjerë pasiguri në marrëdhënie, iluzione ose frikë se mos po kuptoheni gabim. Disa prej jush mund të kenë ndjerë edhe shkëputje nga realiteti, duke jetuar më shumë në fantazi se sa në momentin e tanishëm. Kjo kombinim ka bërë që shumë njerëz të ndihen të humbur, të paftë për të marrë vendime, dhe të shkëputur nga trupi i tyre fizik. Por ja ku vjen hëna në virgjëresh si një antidot i fuqishëm për të gjithë këtë kaos. 2-3 problemet kryesore që zgjidh hëna në virgjëresh, 15-18 minuta. 1. Rëmuja në mjedis dhe në rutinë të përditshme. Virgjëresha është shenja e rendit, pastërtisë dhe sistemit. Kur hëna hyn këtu, papritmas ju ndjeni një dëshirë të fortë biologjike për të pastruar hapësirën tuaj. Ajo që më parë ju dukej thjesht pak e bezdishme, tani bëhet e patolerueshme. Do të vini re se syt ju shkojnë tek sendet e shpërndara, tek pluhuri, tek dokumentet e grumbulluara. Kjo nuk është thjesht një dëshirë estetike, është një nevojë e thellë për të krijuar rend të jashtëm që të pasqyrojë rendin e brendshëm. Në këtë video po ju them, mos e injoroni këtë impuls. Filloni nga një zonë e vogël. Një sirtar. Një raft. Tryeza e punës. Çdo gjë që organizoni tani do t'ju jap një ndjenjë çlirimi të jashtëzakonshme. Virgjëresha na mëson se rendi i jashtëm krijon qetësi mendore. 2. Paraliza nga zgjedhjet, veçanërisht në karrierë dhe qëllime. Shumë prej jush kanë qenë të bllokuar në plane të mëdha, ëndra 5 vjeçare, opsione të pafundme. Urani në binjak ju ka dhënë ide të shumta, por pa strukturë. Tani virgjëresha ju bën pyetjen magjike: cili është hapi tjetër logjik? Jo hapi i madh. Jo hapi perfekt. Hapi i vogël, i qartë, i zbatueshëm. Kjo energji ju ndihmon të zbërtheni objektivat e mëdhenj në detyra të vogla konkrete. Do të ndjeni një lehtësi të papritur për të bërë lista, për të krijuar sisteme pune, për të vendosur prioritetet. Nëse jeni në një moment vendimmarrjeje profesionale, kjo periudhë ju favorizon analizën e qartë, planifikimin realist dhe ekzekutimin metodik. Virgjëresha është shenja e mjeshtrit që përmirëson çdo detaj. 3. Shkëputja nga trupi dhe nevojat fizike. Pas disa ditëve ku keni jetuar kryesisht në kokë, hëna në virgjëresh ju kthen në trup. Do të ndjeni nevojë për gjumi i rregullt dhe cilësor, ushqim të shëndetshëm dhe të gatuar në shtëpi, lëvizje të butë të trupit, ecje, yoga, shtrirje. Kujdes rutinor për shëndetin. Kjo është koha ideale për të rivendosur rutinën e mëngjesit, për të pirë më shumë ujë, për të vënë orar fikse gjumi. Trupi juaj do t'ju falenderojë dhe mendja do të qetësohet automatikisht. 3 këshilla praktike dhe të fuqishme për këtë periudhë.
Të dashur miq, tani po hym në pjesën më të rëndësishme praktike të kësaj videoje. Hëna në virgjëresh nuk është vetëm një energji që vjen e shkon, ajo është një mundësi reale për të krijuar ndryshime të qëndrueshme. Ja disa këshilla konkrete, të detajuara dhe të fuqishme që mund t'i zbatoni menjëherë. 1. Veprim, jo vetëm mendim. Mos u mjaftoni me planifikim dhe ëndërrim. Virgjëresha urren energjinë e ngecur. Çdo ditë, pyesni veten, çfarë veprimi të vogël mund të bëj sot? Mund të jetë diçka aq e thjeshtë sa të pastroni tavolinën e punës për 10 minuta, të përgatitni veshjet për ditën tjetër ose të bëni një listë blerjesh me ushqime të shëndetshme. Kjo energji do t'ju shpërblejë me një ndjenjë të fortë kontrolli dhe qetësie mendore. Veprimi i vogël krijon momentin dhe momenti krijon zakonin. 2. Kujdes nga perfeksionizmi, armiku numër 1 i virgjëreshës. Një nga kurthet më të mëdha gjatë kësaj periudhe është dëshira për të bërë gjithçka në mënyrë perfekte. Mund të filloni të pastroni një dhomë dhe të bllokoheni sepse nuk po del siç dua. Mos harroni, virgjëresha në formën e saj më të lartë kërkon progres, jo përsosmëri. Synoni për 80 të mirë dhe vazhdoni përpara. Nëse jeni duke bërë një plan karriere, mos u mundoni ta bëni perfekt që në fillim. Shkruajeni versionin e parë, pastaj përmirësojeni gradualisht. Perfeksionizmi i tepruar sjell paralizë dhe vetëkritik të ashpër. I sjellshëm me veten. 3. Rikthehuni te trupi dhe nevojat bazë fizike. Pas periudhës së mbingarkesës mendore, trupi juaj ka uri për kujdes. Vendosni një orar fiks gjumi, të paktën 7-8 orë çdo natë. Hani vakte të rregullta, të gatuar në shtëpi, me fokus të ushqimet që i japin energji trupit, perime, proteina, drithëra të plota. Bëni një shëtitje të shpejtë 20-30 minuta në ditë, jo për të djegur kalori, por për të lidhur mendjen me trupin. Pini të paktën 2 litra ujë dhe provoni një ritual të thjeshtë kujdesi si masazh i duarve ose një dush i ngrohtë para gjumit. Kjo lidhje me trupin do t'ju ndihmojë të ndiheni më të tokëzuar dhe më pak të shpërndar. 4. Organizimi si terapi. Filloni nga hapësira juaj fizike. Zgjidhni një zonë të vogël sot, sirtari i tavolinës, dollapi i kuzhinës ose desktopi i kompjuterit dhe organizojeni plotësisht. Përdorni kutiza, etiketa, dosje, virgjëresha i do këto gjëra. Ndërsa organizoni jashtë, do të ndjeni se po organizohet edhe brenda jush. Shumë njerëz raportojnë se pas një seance pastrimi të mirë, papritmas kanë ide të qarta për probleme që i kishin bllokuar për javë të tëra. 5. Në marrëdhënie, vepra praktike shërbimi. Në vend që të bëni biseda të gjata emocionale ose deklarata dramatike, tregoni dashurinë tuaj me veprime konkrete. Gatuani darkë për partnerin, ndihmoni në një detyrë shtëpiake që e urren, bëjini një listë me gjërat që i duhen. Kjo gjuhë e virgjëreshës, veprat e vogla të dobishme, krijon besim dhe intimitet shumë më të thellë se fjalët. 6. Menaxhimi i detyrave dhe prioritetet. Bëni një listë të detyrave duke përdorur metodën 3-3-3, 3 detyra të rëndësishme për sot, 3 detyra të mesme, 3 detyra të vogla. Kjo ju ndihmon të mos ndiheni të mbingarkuar. Virgjëresha excelon në ndarjen e detyrave komplekse në hapa të vegjël dhe të menaxhueshëm. 7. Rutina e mëngjesit që ndryshon ditën. Provoni këtë rutinë të thjesht 20 minutëshe. 5 minuta ujë me limon. 5 minuta frymëmarrje ose meditacion të lehtë. 5 minuta planifikim i ditës, jo më shumë se 3 prioritet kryesore. 5 minuta lëvizje, shtrirje ose ecje në vend. Kjo rutinë e vogël do t'ju jap një ndjesi kontrolli që në fillim të ditës, këto këshilla nuk janë thjesht teori, ato janë mjete praktike që mund t'i përdorni menjëherë. Sa më shumë që veproni në harmoni me energjinë e virgjëreshës, aq më shumë qartësi dhe fuqi do të ndjeni në jetën tuaj të përditshme. Paralajmërim, intensiteti në marrëdhënie, Venusi dhe Plutoni. Më 23 maj ekziston edhe një aspekt i fortë midis Venusit dhe Plutonit.
Kjo mund të sjellë momente intensive, xhelozi, luftë për pushtet ose transformim të thellë në marrëdhënie. Këshilla ime është, mos e kanalizoni këtë energji në drama. Përdoreni atë për të ndërtuar besim përmes veprimeve të vogla të sinqerta. Përfundim. Të dashur miq, hëna në Virgjëresh po ju jep mjetet për të dalë nga konfuzioni dhe për të hyrë në një fazë të re të qartësisë dhe fuqisë personale. Universi po ju thot, tani është koha për të organizuar jetën tënde. Mos prisni momentin perfekt. Filloni me hapin e parë të vogël sot. Pastroni një cep të dhomës. Bëni një listë. Gatuani një vakt të shëndetshëm. Flini herët. Ndryshimi i vërtet ndodh pikërisht përmes këtyre veprimeve të vogla, të qëndrueshme dhe të dashura ndaj vetes. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të subscribe dhe të ndani me dikën që ka nevojë për këtë mesazh. Më shkruani në komente, çfarë do të organizoni së pari këtë javë. Ju falenderoj që ishit këtu. Qëndroni të organizuar, të qartë dhe të fuqishëm. Shihemi në videon tjetër. Ju uroj një ditë të mrekullueshme plot energji virgjëreshe.